me Presidentën Osmani kemi pasur bashkëpunim dhe uroj që në cilin do kapacitet do vazhdojmë ta kemi, por sidoqoftë tashmë kjo masë është në fuqi, u nënkuptua që procedura e shpalljes së dekretit ende pa u ezauruar në tërësi mundësia për zgjedhjen e presidentit të vendit apo presidentes nuk u shfrytëzua, prandaj masa ishte, edhe besoj se ka qenë nevojshme, domosdoshme, por gjithsesi që uroj edhe në aktgjykimin final të konfirmohet se dekreti nuk është valid për faktin se procesi nuk ka filluar dhe nuk është përmbyllur. Cila duhet të jetë vendimarrja e gjykatës kushtetuese apo shkojmë në zgjedhje të reja? Kjo është tërësi në kompetencë të gjykatës kushtetuese, çka unë besoj se do duhet të ishte e vlefshme apo çka do duhet të ishte vendim me bazë dhe juridike apo i arsyeshëm për stabilitetin e vendit, është të hapej edhe një mundësi kohore për kthimin në procedurë të votimit për të parin e vendit apo të parën e vendit dhe pastaj të shihet a ka mjaftueshëm vota apo vullnet të deputetëve për të vazhduar tutje, në cilin do rast duhet të ishte më i qartë dhe më i përshtatshëm një farë forme që deputetët të deklaroheshin për qëndrimin e tyre para shpërndarjes së kuvendit. Për shkak se në secilin rrethon një mungesë e konsiderueshme e deputetëve në sallë, gjithsesi mungesa e quorumit, ka krijuar një konfuzitet në raport me përgjegjësinë e tyre, por gjithashtu edhe me faktin që menjëherë është shpërndar kuvendi. Pse ndodhi çaja me Vjosa Osmanin? Po besoj kjo pyetje është pyetje me një adresë tjetër. Me Presidentën Osmani kemi pasur bashkëpunim dhe uroj që në cilin do kapacitet do vazhdojmë ta kemi, por sidoqoftë vendimarrja politike përcaktohet me shumicën e votave, ndërsa në rastin konkret si kandidate e propozuar potencialisht nga grupi parlamentar pjesë e cilit isha deri në emrimin tim si ministre në qeverinë e Kosovës, u pa se nuk ishte mjaftueshme për zgjedhjen e saj. Prandaj kjo pjesë tjetër pastaj është histori për cilin mund të diskutojmë në të ardhmen e afërt ose të largët. A është apel koalicioni qeverisës ta ka pakënaqësi me mos kandidimin e Vjosa Osmanit për presidenten? Unë e shoh si shumë stabil, unë e shoh që brenda grupit parlamentar ekziston një frym bashkëpunimi dhe një frym përcaktimi për të vazhduar tutje edhe me këtë mandat të qeverisë dhe të legislaturës së kuvendit, ndërsa mbetet të shihet prap, po e them se cila do të jenë veprimet tjera në raport me aktgjykimin final të gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Faleminderit juve.